Kontestimet e para për William dhe Kate, çifti mbretëror britanik që nga fillimi i vizitës së tyre në Kanada. Dhjetra antimonarkistë i kanë pritur me vërshëllima kur ata kanë vizituar një spital pediatrik në Saint-Justin, në provincën frankofone të Quebecut. Manifestuesit ishin armatosur me tigan dhe kanaçe dhe sapo kanë parë çiftin mbretëror kanë filluar të bëjnë një zhumë të padurueshme. Jim Carrey, protagonisti i filmave The Mask apo Ace Ventura, ka theksuar se pas ndarjes nga partnerja e tij prej 5 vitesh, Jenny McCarthy, dyshon nëse do të jetë i aftë të gjejë një tjetër person me të cilën do të kalojë jetën. E di çfarë është dashuria dhe kam të qartë çfarë kërkoj, tha aktori për Daily Telegraph, duke shtuar se ka pasur shumë lidhje nga të cilat ka mësuar shumë gjëra. Gjithsesi nuk jam i sigurt nëse do të gjej një femër me të cilën do të kalojë jetën, theksoi 49 vjeçari. Nuk është fama, nuk janë çmimet, nuk janë parat dhe as vlerësimi i publikut. Motivi vërtet që e shtyn njeriu të jetojë sipas Alicia Keys është të qenit nën. Është diçka e mrekullueshme, më ka ndryshuar jetën. Tashmë jam më e kujdesshme në vendimet që marr. Kam arsye për të jetuar dhe më parë nuk kisha, shprehet këngëtarja. Gjithsesi këto deklarata për Daily Mail nuk nënkuptojnë se artistja do të lërë pas dore karrierën e saj muzikore. Në fakt Alicia Keys ka në plan të rikthehet muzikës me një bashkëpunim me Kings of Lion në muajin e ardhshëm. Kate Moss javën e kaluar i tha para altarit po Jamie Hines. Ceremonia ishte madhështore dhe çifti nuk kurseu parat duke ndarë për këtë ditë të madhe $1.1 milion. Festa zgjati 3 ditë. Supermodelja dhe burri i saj përgatiten për familjen dhe miqtë e tyre ballo me maska. Të ftuarit i argëtuan Shirley Bassey, Snoop Dogg, Iggy Pop, Brian Ferry dhe Beth Daito, ndërsa vetëm tortën e dasmës e paguan €11.000. Kate u martua në fshatin Cotswold në Britaninë e Madhe. Midis të ftuarve ishin Paul McCartney, Judy Lowe, Sadie Frost, Meg Matthews dhe Naomi Campbell, njoftuan mediat britanike.